Bismillahirrahmanirrahim. E jeni për pak dhe përfiturojeni veten tuaj në xhaminë e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Hazreti Kab ibn Ujra radiallahu anhu thot, po rrinim 7 vet, 4 sklever dhe 3 arabë dhe ishim ulur të mbështetur me shpinë nga kibla e xhamisë së pejgamberit alayhi salatu wasalam. Kur në mesin ton u shfaq Hazreti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe tha: "Çfarë bëni që rrini këtu?" I tham: "O i dërguari i Allahut, po presim namazin." Ishte koha e drekës. Ai heshti pak, pastaj ngriti kokën dhe tha: "A e dini se çfarë thotë Zoti juaj i madhëruar?" Tham: "Allahu dhe i dërguari i tij e dinë më së miri." Tha: "Zoti juaj i madhëruar urdhëron: unë i kam obliguar ummetit tënd 5 namaze dhe i kam premtuar vetes sime se kush e fal namazin në kohën e tij dhe kujdeset ndaj tij duke mos e humbur atë dhe duke mos ia nënvlerësuar hakun e tij, ai ka premtimin tim se kam për ta futur në xhennet. E kush nuk e fal në kohën e tij dhe nuk kujdeset për të dhe ja humb hakun duke e nënvlerësuar atë, ai tek unë nuk ka asnjë premtim. Nëse dua e ndëshkoj dhe nëse dua e fal atë." Një hadith shumë interesant, i cili në të vërtetë na merr përdore dhe na rikthen me vëmendjen tonë drejt atij që është adhurimi më i spikatur dhe më i rëndësishëm dhe thelbi dhe shtylla kryesore e fesë islame, namazi. Po dëgjoja një burr të urtë dhe një intelektual të shuar të botës islame në Oxford, i cili thotë se gjatë Ramazanit të shkuar, një organizim arab më ftuan atje në Oxford për të marrë një ligjërat përpara një grupi studentësh në prag të iftarit. Thotë edhe unë shkova atje, hyra brenda, i thash selam, selamu alaikum, aleikum selam, rahmetullahi wa barakatuh, krejt salla. Kisha marrë një çantë me vete, me qëllim. E hapa çantën dhe nxorra një letër. Ja, si kjo letër. Edhe fillova të lexoj në mënyrë të shpejtë, me qëllim e bana këtë gjë. Lexoja në mënyrë të shpejtë edhe pa asnjë lloj respekti për ata që kisha përballë vetes sime. Bismillahirrahmanirrahim, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: namazi, edhe e shkurtova bisedën, thash: "Tash më falni." E futa letrën me të shpejtë në çantën time, i thash: "Më falni sepse unë duhet të largohem se kam një takim me njerëz shumë më të rëndësishëm se sa ju." Edhe mora çantën dhe dola menjëherë nga salla ku isha, thotë, dhe pash zemrimin në fytyrën e të pranishmëve. Unë i kisha injoruar ata. Unë isha sjellë në një mënyrë krejt të çuditshme. Thotë, dhe u ula, isha në kat të dytë dhe ula deri poshtë. Dhe pash se të gjithë kishin dalë në dritare dhe më shihnin me një pamje shumë të çuditshme, me habi të madhe. Ai profesori i madh, edhe ai miku i shumë pritur që sillet në këtë mënyrë, Allah. Thot, unë pas 2 minutash u ktheva në sallë. Hapa derën dhe hyra brenda. I thash: "Selamu alaikum." Ata lujtën buzët. Dhe më thanë: "Aleikum selam." Jo mama atë zellin e takimit të parë. I thash: "A jeni zemru me mu?" Ata lujtën kokën. I thash: "Dhe keni të drejtë. Keni shumë të drejtë. Sepse unë ju nënvlerësova, edhe unë nuk i dhash asnjë rëndësi takimit tonë. Mirë, po kujdes, unë këtë e bana me qëllim. Unë kam marrë të flas sot për namazin. Në fakt, sjellja ime me ju është sjellja e jonë në përgjithësi me Zotin e gjithësisë. Një herë të vetme, unë e nënvlerësova takimin me ju dhe ju u zemërut. Ne 5 herë në ditë e nënvlerësojmë takimin me Zotin tonë. Dhe si pritni të jetë reagimi i Zotit të gjithësisë me ne? Ne jemi ftu për të respektuar namazin në kohën e vet. Dhe e ka bërë këtë Allah Azza wa Jall si një mënyrë për të na edukuar për të vlerësuar kohën, për të vlerësuar harmoninë e komunitetit dhe bashkësisë tonë, për të vlerësuar dhe për të vlerësuar dhe fol pafund për të mirat e namazit. Ne a jemi korrekt me namazin ton? A jemi korrekt me Zotin ton? A e vlerësojmë ne namazin ditor apo
mezi shpresim me unda nga namazi për 2-3 minuta, 5 minuta, si për t'i thënë Zotit, ja Rab, unë kaq minuta kam për ty. Ndërkohë që ai, Azza wa Jell, ne i ka hap dyrë duke na pranuar. Ne i themi, ja Rab, farzin edhe shpejt. Se tashma ka dalë edhe ky bidati i diskutimit, a është sunet, a është farz, a është sunet i vonë, a është sunet i fortë, a është sunet i dobët, dhe mezi shpresin njerëzit me ndëgju fjalën sunet dhe me elanat namaz. Mezi shpresin me thanë, a ka argument të fortë, argument të dobët, dhe me elanat namaz. Sepse ka hyrë ky bidati i mos përfilljes dhe i mos vlerësimit të namazit që është shtylla kryesore e fesë. Prandaj të dashur dhe të shtrejtë, ndëgjova këtë ngjarje me shumë vëmendje, me shumë respekt dhe ju riktheva disa herë, shijova maksimalisht. Siç e shijoj çdo moment kur lexoj edhe mësoj nga më të urtët, për mësimet e të cilëve kemi shumë nevojë. Edhe unë ju kërkoj ndjes sepse duhet ta mbyll, dhe po shpejtoj sepse ezani po kënon dhe namazi po na thret. Çdo ditë që ndëgjojmë ezanin, Allahu Azza wa Jall është duke na thënë, robi im, unë të pres. Ti a je gati për të ardhur? Mos ngurroni. Allahu ju dashur.